الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفالندرojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruajë dhe të na mbrojë nga veset dhe gjunahet tona. Ata që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe ata që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Ai nuk ka birë dhe as bashorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi i Allahut, pra njerëz si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk kishte cilësi hyjnore, por i dërguar nga Allahu për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e madhëruar, të lartësuar, që salavatet, mirësitë, lavdërimet, faljet, bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Thirrni njerëzit për haxh, dhe ata do t'i përgjigjen thirrjes tënde, e do të vinë ty në këmbë apo të kalëruar mjetet asaj kohe. Do të vinë ty në këmbë apo të kalëruar për të përfituar dhe për të qenë pranë mirësive të Allahut dhe për të përmendur emrin e tij në ditë të caktuara. Në këtë ajet kuranor Allahu i lartësuar na kujton neve urdhrin që i dha Ibrahimit alayhis salam, i cili ndërtoi Ka'ben me urdhrin e Allahut, për madhërimin e Allahut. E urdhëroi Ibrahimin alayhis salam që të thërras pas përfundimit të Ka'bes dhe t'i ftoi njerëzit për në haxh. Dhe përhapi Allahu i lartësuar zërin e Ibrahimit alayhis salam në çdo skaj të tokës, edhe ju përgjigjen njerëz dhe shkruan drejt thirrjes në këmbë apo me mjetet e tyre, për të përmendur Allahun e lartësuar në ditë të caktuara. Në ditë të caktuara. Thot Ibn Kathiri, por edhe dietarë të tjerë të tefsirit, se kuptimi me ditët e njohura të caktuara janë 10 ditët e para të muajit hënor Dhul Hijja, i cili sipas kalendarit fillon në datën 18 maj. Në 18 maj, dita e parë e muajit Dhul Hijja. Edhe këto ditë të para, 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja, janë ditët më të mira të vitit. Ashtu siç 10 netët e fundit të Ramazanit janë netët më të mira të vitit, 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja, 10 ditët më të mira të vitit.
për të cilat profeti alayhi salatu wassalam thot: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. Tha i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam se nuk ka ditë në të cilat puna e mirë të jetë më e dashur për Allahun se sa në këto 10 ditë, 10 ditët e Dhulhijhes. I than: o i dërguari i Allahut, është më e dashur ajo punë e mirë në këto ditë, pra edhe se lufta në rrugë të Allahut? Tha profeti alayhi salatu wassalam: po, janë më të mira, apo është më e mirë se lufta në rrugë të Allahut, përveç ati personi që shton në këtë betejë vetë dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehet me gjë prej tyre, prej saj. Kur mbahet hutbe duhet qetësi. Nuk lejohet bën biseda gjatë hutbes, po dëgjoj biseda. Nuk është mirë ta ndërpresim hutben për çështje të tilla. Në xhami vjen që të dëgjohet, vjen që të përfitohet, të mësohet, të adhurohet Zoti me këtë gjë. Bisedat shtyhen, kanë kohën, kanë vendin e tyre. Në ditën e xhuma, në kohën e xhumas, pra hutbes, nuk lejohet fare, nuk lejohet asnjë fjalë, se të humb shpërblimi. E jo më të bësh biseda, përqëndroni. Thot profeti alayhi salatu wassalam në këtë hadith, pra, se puna e mirë tek Allahu, e njëjta punë e mirë që mund të bëhet gjatë gjithë vitit, por në këto 10 ditë është më e dashur. Ai i cili ka zakon një të japi sadaka, ai i cili ka zakon që për ditë her pas here shpesh lexon Kur'an apo fal nafile e tjerë, bën punë të mira të ndryshme. E njëjta punë në këto 10 ditë më e dashur. Çfarë do thotë më e dashur? Më e shpërblyer tek Allahu i lartësuar. Dhe kjo fjali e profetit alayhi salatu wasallam është nxitje që ti shtosh punë të mira në këto ditë, sepse janë një hapësirë kohore që të shtosh shpërblime të mëdha nga Zoti bujar dhe të afrohesh tek ai më shumë. Dhikri, leximi i Kur'anit, sjellja e mirë me prindërit në mënyrë të veçantë, falja namazëve në xhami, falja namazëve nafile, sadakaja e të tjera vepra të mira. Dhe i than: o i dërguari i Allahut, kjo vepër e mirë, pra që mund të jetë leximi i Kur'anit apo 2 rekate nafile e tjerë, është më e mirë dhe se lufta në rrugë të Allahut, dhe të marrësh pjesë në luftë për hir të Allahut, për të lartësuar fenë e tij, fjalën e tij, është sakrificë e madhe, është nga dhurimet më të mëdha. Por në këto 10 ditë të para të muajit të Dhulhijhes, një punë e mirë, edhe pse mund të jetë më e vogël apo është më e vogël se ajo, është më e mirë, më e dashur tek Allahu se lufta në rrugë të Allahut. Përveç atij rasti, tha profeti alayhi salatu wasalam, kur muslimani përfshihet në këtë luftë me pasurinë e tij, me veten e tij, pa u kthyer me gjë nga kjo luftë. Dhe Allahu i lartësuar na ka treguar neve veçori të këtyre ditëve. Wal fajr wa layalin 'ashr, pasha agimin dhe 10 netët. Thot një pjesë e dietarëve, kuptimi me 10 netët janë 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Por në gjuhën arabe ndonjëherë termi net ka kuptimin e tërë ditës, si 24-orëshe, ashtu siç edhe termi ditë ka kuptimin edhe përfshin edhe natën, pra 24-orëshin. Thonë janë ditët e Dhulhijhes.
Pra Allahu i lartësuar u betua me këto ditë, gjë që tregon vlerën e këtyre ditëve. Dhe Allahu i lartësuar në Kur'an i ka quajtur ayam ma'lumat, ditë të njohura, ditë të caktuara. Në këto ditë Allahu i lartësuar ligjësoi në mënyrë të veçantë dhikrin për të, për kujtimin e tij, i cili është i ligjësuar gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, por në këto ditë akoma edhe më shumë. Dhe gjithashtu në këtë ditë puna e mirë është më e dashur tek Allahu se në ditë të tjera. Në një nga këto ditë fillon edhe adhurimi i madh i haxhit, shtyllë nga shtyllat e Islamit, dhe që është pikërisht në datë 8 të muajit Dhulhijhe. Në një nga këto ditë është edhe dita e Arafatit, për të cilën profeti alayhi salatu wassalam ka thënë khairu du'a yaumi Arafa. Duaja më e mirë është duaja që bëhet në ditën e Arafatit. Në një nga këto ditë është edhe dita e haxhit të madh, është edhe dita e fillimit të kurbaneve. Në këto ditë bëhen bashkë adhurime të mëdha, të rëndësishme, të cilat nuk qëllon që të piqen apo të bëhen bashkë në periudha të tjera të vitit, siç është haxhi, siç është kurbani, ritet e ndryshme të haxhit secili, agjërimi në këtë ditë. Transmetohet që profeti alayhi salatu wassalam i agjëronte 10 ditët e Dhulhijhes. I agjëronte 10 ditët e Dhulhijhes. Normalisht për ata që nuk janë në haxh, dita 10 e Dhulhijhes i bie ditë e Bajrami. Edhe dihet që dita e Bajramit nuk lejohet të agjërohet, por përse u quajt 10 do të thotë dikush sepse është shef të kalendarit 9 deri në 9 shkruajnë, sepse në gjuhën arabe lejohet kur diçka është afër një numri rrumbullak të përmendet me atë numër edhe pse nuk është i plot në atë numër. Këto ditë janë ditë në të cilat muslimani duhet të përkupohet, duhet të menaxhoj kohën e tij që të ketë sa më shumë hapësirë për vepra të mira. Dhikri i Allahut është shumë i lehtë, por ka shpërblim të veçantë në këtë ditë. Falja namazeve nafile është e lehtë, të partën për një pjesë të madhe, dhe ka shpërblim të veçantë në këtë ditë. Agjërimi këtyre ditëve, edhe pse nuk është detyrë, ai që ka mundësi t'i agjëroj, i agjeron, sepse kanë shpërblim të veçantë në këtë ditë. Leximi i Kur'anit, sadakaja, sjellja e mirë, fjala e mirë, nxitja për punë të mira, ndalimi nga e keqja, ftesa, ftimi të tjerëve në fenë e Allahut, të gjitha ato janë punë të mira. Dhe të mos harroj edhe pendimin. Besimtari në jetën e tij ka nevojë që të pendohet vazhdimisht, ashtu siç duhet dhe ka nevojë që ta adhurojë Zotin e tij vazhdimisht. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Thot I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhabhun yadhbahuhu فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. Ai I cili ka kurban për ta bërë atë, pra ka një kafshë për të bërë kurban, nëse hyn hëna e Dhulhijhes, nuk I lejohet atij që të heqë diçka prej qimeve në çdo pjesë të trupit, qofshin ato apo prej thonjve të tij, derisa të bëj kurbanin. Dhe në një transmetim edhe pjesë nga lëkura e tij. Ky hadith na tregon nëse ai I cili
edhe pse ndoshta se ka bler akoma kurbanin, por e ka vendosur, e ka bërë një jetë që do ta bëj, dhe filluan apo u shfaq hëna e Dhul-Hijjes, nuk i lejohet të bëj një nga këto 3 veprime derisa të bëj kurbanin. Cilat janë këto 3 veprime? Të presi thonjt, apo të heq qime nga trupi i tij, apo pjesë nga lëkura e trupit të tij. Po nëse i bën, prap kurbani mbetet i saktë. Është e papëlqyeshme një veprim i tillë. Por kurbani mbetet i saktë. Pra nëse dikush i bën me vetdije apo nga harresa dhe është i paqartë sa duhet ta bëj tani kurbanin apo jo, po, bëje kurbanin. Ky veprim nuk të ndalon nga bërja e kurbanit, por është i papëlqyeshëm. Dhe me që kjo është hutbja e parë ose paraprirse e ditëve të Dhul-Hijjes, dhe ka një pjesë të xhamatit që edhe mund të fillojnë të interesohen për blerjen e kurbaneve me ditë përpara Bajramit, është e rëndësishme të kujtojmë disa nga rregullat në mënyrë të përgjithshme të kurbanit. Duhet të dimë se kafsha që zgjidhet për kurban është e përcaktuar së pari në llojin e saj. Është deveja dhe mosha e saj jo më pak se 5 vjeç, është lopa jo më pak se 2 vjeç, është dhia apo cjapi, bëhet fjalë si për meshkujt dhe për femrat, lejohet pra, jo më pak se 1 vit, dhe lejohet për delen apo dashin 6 muaj e sipër. 6 muaj e sipër. Dhe duhet të dimë se kafsha që zgjidhet për kurban, sa më e shëndetshme, sa më e plot, sa më e mirë të jetë ajo, aq edhe më mirë është. Dhe ka disa mangësi që e zhvlerësojnë si kurban. Cilat janë këto mangësi? Ndërto janë e verbëria e qartë. Cili është kuptimi me verbërinë e qartë? Pra, në momentin që e sheh kafshën, i dallohet qartë verbëria. Sëmundja e qartë, pra në momentin që e sheh kafshën, pra e ke përpara teje, duket që është e sëmur. Apo është çalamane. Edhe kjo mangësi është e qartë tek ajo. Apo është tepër e dobët, kosre lëkurë se i themi. Kafshë të tilla apo me mangësi të tilla nuk lejohet të bëhen për kurban, sepse çon në zhvlerësimin e kurbanit. Por nëse ka mangësi të tjera, për shembull një bish të këputur, një vesh të këputur, një bri të thyer apo dhe të dy, lejohet. Lejohet. To mangësi të dyta që përmendëm nuk e zhvlerësojnë si kurban, edhe pse më e mira është që të jetë sa më e plot kafsha e cila bëhet kurban. Prandaj muslimani, përveç dëshirës së mirë për ta adhuruar Zotin e tij, duhet të jetë i kujdesshëm edhe në rregullat e adhurimit, e ndërto është edhe kafsha e kurbanit. E lutim Allahun e lartësuar që na jap neve sukses të veprojmë sa më shumë vepra të mira në mënyrë të veçantë në këto 10 ditë të para të muajit të Dhul-Hijjes. E lutim Allahun e madhëruar t'i pranoj pendimet tona, t'i fali gabimet tona, t'i mëshiroj të gjithë muslimanët të gjallët dhe të vdekurit prej tyre, t'i furnizoj të varfrit tanë, t'i shëroj të sëmurët tanë, t'i ndihmoj të shtypurit dhe të dobtit prej nesh. E lutim Allahun e madhëruar të zbresit tek familjet tona, tek njerëzit tanë, tek vendi ynë mirësi dhe bereqet prej tij. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa aqimus salat.